Po para një viti ne s'kemi pse tha bitmi për kinezët që janë në përbërje të forcave ruse, sepse kemi pas edhe nacionalitetet tjera që janë rreshtuar dhe janë rekrutuar me forma nga më të ndryshmet në përbërje të ushtrisë ruse. Kinezë të Republikës Popullore thot Ukraina, sepse ka dhe kopsi kineze në teritorin rusë janë po aq azjatik, po aq. Duhet të pranojmë se ne jemi në një fazë të re, pastaj kanë filluar faza e bisedimeve me ndërmjetësimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe janë të interesuar gjithë shërbimet sekrete të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Ukrainës, të vendeve të Bashkimit Evropian për të kapur të tillë pengje me qëllim që të bëhet pjari i një lufte jo të drejtë, jo të barabartë për sa i përket Rusisë, për ta vënë në pozita të një që kur Shtetet Bashkuara të Amerikës e vendosin në qendër të vëmendjes një ngjarje si kjo, do thotë kjo ngjarje i vjen në momentin e dur, sepse ndërkohë paralelisht është një luftë shumë e fortë ekonomike që po përshkallëzohet. Kjo është ditë që ka ushtruar vetë kundërpërgjigjet. Tani duhet për shkak të pragut të bisedimeve.